diplomatik. Dashur përfaqësues të mediave, motra dhe vëllezër qytetar të vendit tonë. Sot jemi mbledhur në moment të rëndësishëm jo vetëm për Bashkimin Demokratik për Integrim, por për vetë rrugtimin shtetëror të Maqedonisë së Veriut. Ky kongres nuk është vetëm një stërvitje organizative brenda partijake, por është një ndalesë e reflektimi dhe një pikë nisje për fazën e ardhshme të vendit tonë. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk lindi si parti e zakonshme. Ne lindëm nga nevoja për paqen, nga kërkesa për barazi dhe nga bindja e thellë se ky vend mund të jetë i qëndrueshëm vetëm nëse është i drejtë dhe me mundësi të barabartë. Nga një periudhë tejet e ngarkuar për vendin, ne ndërtuam paqen përmes marrëveshjes paqësore të Ohrit. Por dua të them qartë, Ohri nuk ishte kompromis i zakonshëm, por ishte dhe vazhdon të jetë vizion dhe përgjegjësi e përbashkët për të ndërtuar të ardhmen euroatlantike të vendit me barazi të plotë dhe demokraci funksionale. Nga lufta për të drejta kaluam në ndërtimin e institucioneve. Nga përballjet e zakonshme politike kaluam në shtetformim. Sot Bashkimi Demokratik për Integrim është një forcë që mbron karakterin unitar të shtetit, jo përmes imponimit, por përmes besimit, përfaqësimit dhe barazisë funksionale. Koha kërkon maturi dhe përgjegjësi. Bota sot po përballet me rreziqe reale të sigurisë globale. Konflikte të reja, kriza energjetike, presione ekonomike dhe transformime teknologjike që po e ndryshojnë mënyrën se si jetojmë dhe punojmë. Vendi ynë ndodhet para përballjeve serioze, emigrimi të rinjve, pabarazia rajonale, rënja e besimit në institucionet dhe lodhjen e shoqërisë nga politikat e zhurshme dhe të paqëndrueshme. Në këtë realitet, eksperimentet politike janë rrezik. Populizmi është rrezik. Politikat që e relativizojnë stabilitetin gjithashtu janë rrezik. Sot më shumë se kur shtetit i duhet pjekuri politike dhe vizion afatgjatë. Dashur vëllezër e motra, ne besojmë fuqishëm se shteti unitar i Maqedonisë së Veriut forcohet vetëm atëherë kur të gjithë qytetarët ndihen të përfaqësuar realisht dhe të përfshirë në vendimarrje. Uniteti nuk ndërtohet me shumicë mekanike dhe majorizim. Uniteti ndërtohet me legjitimitet të dyfisht, me konsenzus dhe me respekt të ndërsjellë. Shteti unitar i Maqedonisë së Veriut mund të jetë funksional dhe i qëndrueshëm vetëm nëse mbështetet mbi besimin dhe lojalitetin e të gjitha komuniteteve që jetojnë në të. Në këtë drejtim, propozojmë 3 masa kyçe që garantojnë përfaqësim të drejtë, barazi funksionale dhe kohezion shoqëror në frymën e marrëveshjes paqësore të Ohrit. E para, zgjedhja e qeverisë me shumicë të dyfisht badinteri ekzekutiv. Propozojmë që çdo përbërje e re qeverisë të marrë besimin e kuvendit jo vetëm me shumicën e deputetëve, por edhe me shumicën e deputetëve të komuniteteve jo shumicë.
Kjo do të sigurojë që qeveria të gëzojë legjitimitet të dyfisht dhe të jetë realisht përfaqësuese për të gjithë etnitë. Ky mekanizëm është garanci për funksionimin e barabartë të shtetit dhe për ruajtjen e kohezionit ndëretnik në nivelet më të larta të vendimarrjes. E dyta, zbatimi i parimit baditerit në gjykatën kushtetuese. Ligjet që miratohen me shumicë të dyfisht në kuvend në bazë të parimit baditerit nuk duhet të rrëzohen në gjykatën kushtetuese pa shumicë të dyfisht edhe në radhët e gjykatësve. Propozojmë ndryshime që do të mundsojnë që vendimet që prekin të drejtat e komuniteteve jo shumicë të mos merren pa konsenzus të ndërsjellë brenda gjykatës. Kjo masë do të ruaj integritetin e ligjeve që miratohen me shumicë të dyfisht, do të rrisë besimin e qytetarëve në drejtësi dhe do të parandalojë çdo formë të majorizimit institucional. E treta, thellimi i decentralizimit dhe veçeverisjes lokale. Propozojmë një fazë të re të decentralizimit funksional dhe fiskal, me transferim të mëtejshëm të kompetencave në fushat e arsimit, shëndetësisë, zhvillimit lokal dhe administrimit të pasurive publike. Kërkojmë pavarësi financiare të njësive të qeverisjes lokale përmes një skeme të drejtë të kthimit të tatimeve dhe taksave në komunat ku ata grumbullohen. Qytetarët duhet të kenë qasje më të drejtë për së drejtë në shërbimet publike dhe të kenë ndikim real në politikat që ndikojnë në jetën e tyre të përditshme. Ky model decentralizimi do të forcojë demokracinë lokale, do të ulë ekonominë gri dhe do të rrisë cilësinë e jetës në të gjitha rajonet e vendit. Ky propozim politik synon të konsolidoj unitetin e shtetit, jo përmes dominimit të shumicës, po përmes partneritetit të barabartë ndërtnik, funksionimit të drejtë të institucioneve dhe fuqizimit të pushtetit lokal. Kjo është rruga vetme për një Maqedoni të Veriut stabile, funksionale dhe të drejtë për të gjithë qytetarët e saj. Nderuar të pranishëm, pa institucione të forta nuk ka shtet funksional. Pa drejtësi të pavarur nuk ka barazi. Ne mbështesim institucionet që funksionojnë pa kompromis ndaj korrupsionit, me profesionalizëm dhe përgjegjësi. Drejtësia nuk guxon të jetë selektive. Gjyqësori dhe prokuroria duhet të jenë të pavarura, me buxhet të mjaftueshëm dhe me respektim të përpik të ligjit lidhur me financimin e tyre. Ajo duhet të jetë garanci për çdo qytetar pa dallim. Qëndrimi i Bashkimit Demokratik për Integrim është i qartë dhe i pandryshueshëm. Ne kërkojmë veting të plot me hetim gjithëpërfshirës pa përjashtim. Mbështetje për propozim ligjin e Bashkimit Demokratik për Integrim për veting në mbikëqyrje ndërkombëtare, si garanci për drejtësi të pa kompromis. Hetim për të gjithë bartësit e funksioneve publike në 34 vitet e fundit, ministra, deputet, kryetar komunash, drejtor, gjyqtar, prokuror dhe polici. Verifikim i pasurisë dhe prejardhjes së saj për çdo funksionar publik. Hetim të thelluar për procesin e privatizimit që i krijoi oligarkët e paprekshëm. Hetim për veprimtarinë e organeve të sigurisë të shtetit dhe të zyrtarëve të tyre që nga viti 1945 deri sot, OZNA, UDBA, SDP, DBK, UBK, ANB. Nderuar vëllezër e motra, vendi ynë ka kaluar në për momente të mëdha guximi. Botës i dha marrëveshjen e Ohrit, përmes së cilës siguruan paqe dhe bashkëtesë, si dhe dëshmuan pjekuri politike me marrëveshjen e Prespës dhe me marrëveshjen
për marrëdhënie të mira fqinësore. Secila prej këtyre arritjeve lindi nga urtësia, nga sakrifica dhe nga një besim i thellë në të vërtetën se paqja është themeli i çdo gjëje të mirë. Por sot qëndrojmë para një kapitulli të ri. Një kapitull në të cilën vetëm paqja nuk mjafton dhe vetëm stabiliteti nuk mjafton. Qytetarët tanë kërkojnë më shumë, fëmijët tanë meritojnë më shumë. Prandaj ka ardhur koha për një marrëveshje të re historike, një marrëveshje jo për mbijetesë, por për përparim, marrëveshje kombëtare për përparim. Ne dim të ndërtojmë paqë, tani duhet të dëshmojmë se dim të ndërtojmë edhe përparim. Marrëveshja kombëtare për përparim nuk është vetëm një politikë, është një angazhim i gjithë komuniteteve që jetojnë në Republikën tonë dhe i ekspertëve të fushave përkatëse. Marrëveshja është një zotim moral, një premtim ndaj fëmijëve tanë dhe një vizion i një vendi ku ëndrat janë të realizueshme dhe dinjiteti është i garantuar. Le të bëhet kjo marrëveshje arritja jonë kombëtare e radhës, momenti kur stabiliteti do të kthehet në progres dhe paqja do të shndrohet në përparim. Le të mbetet si dëshmi se ne u bashkuam jo vetëm për të shmangur konfliktin, por për të ndërtuar një jetë më të mirë për çdo qytetar. Përparimi është më i fortë, më i qëndrueshëm dhe më i bukur kur ndahet me të gjithë.